pavarur, të nderuar arkeolog, bashkëpunëtor, intelektual, përfaqësues të arsimit, të shoqatës së ushtarakëve, qytetar, ju uroj mirëseardhjen në këtë ditë marsi në sallën e aktiviteteve të Muzeut Historik Fier, ku do të zhvillojmë diskursin rreth librit të autorit Bashkim Vrekaj, Historia e Apollonisë së Ilirisë. Më lejoni që të lexoj shkurtimisht diçka rreth një historiku të botimeve të Apollonisë. Historinë e Apollonisë dhe zbulimet arkeologjike janë botuar një sër librash nga emra të njohur të kësaj fushë. Libri i parë në këtë drejtim është Apollonia me autor arkeologun e njohur Hasan Ceka. I botuar në vitin 1958 në formë një broshure të vogël, i përmbante një historik të qytetit, të gërmimeve arkeologjike dhe një përshkrim mbi monumentet e zbuluara. Më pas, një histori të Apollonisë do të shkruante dhe arkeologu rus Vladimir Blavatsky, pjesëmarrës në ekspeditat arkeologjike shqiptaro-sovjetike të viteve 1958-1960 në këtë qytet antik. Unë nuk e kam parë, por këtë e referon i ndjeri profesor Mojkom Zeqo, i cili ishte një njohës i mirë edhe i fushës së arkeologjisë dhe historiku të saj. Në vitin 1982 do të botoj libri Apollonia e Ilirisë, autori Neritan Ceka, një përmbledhje të gjitha të dhënave të studimeve të kryera nga historia dhe arkeologjia deri në atë periudhë në Apolloni. Më pas, në vitet 2000 do të vinin me radhë disa botime për historinë e Apollonisë. Kështu, në vitin 2004, miku jon, arkeologu Bashkim Vrekaj do të sillte librin e titulluar Apollonia e Ilirisë në burimet antike, ku përfshihen të dhëna dokumentare të 31 autorëve antik për historinë e këtij qyteti. Ndërsa, më 2006 do të botoj post-mortum nga Akademia e Shkencave dhe Instituti Arkeologjik libri i arkeologes Aleksandra Mano, Apollonia e Ilirisë, ku në to do të publikojë një përmbledhje e studimeve të saj rreth themelimit historisë dhe gërmimeve arkeologjike të kryera nga autorja për Apolloninë. Ndërkohë, një vit më vonë, në 2007, misioni arkeologjik shqiptaro-francez i Apollonisë do të botonte Atlasin arkeologjik të Apollonisë. Ky vëllim dhe për një grupi autorësh përfshin në një përmbledhje të gjerë të gjitha gërmimet e zhvilluara nga fillimi i shekullit të 20 deri në atë periudhë në Apolloni. Po kështu në vitet e vijim do të botoshin edhe një sër guidash të ilustruara për historinë dhe monumentet e Apollonisë me autor arkeologët Neritan Ceka, Skënder Muçaj, Evangel Timo, Lami Koço, Ilir Parangoni. Nuk kam harruar asnjë, apo jo? Ndërkohë, një tjetër arkeolog me një stazh të gjatë punën në Apolloni, pra Bashkim Vrekaj, do të botonte në vitin 2009 librin Historia e Apollonisë. I ripunuar dhe ribotuar në vitin 2024 nga shtëpia botuese Pilara, ai do të ishte një prej teksteve të rekomanduara në vitin 2025, e kam shkruar në tekst nga mas, tani emërtimi është Ministria e Arsimit. Jemi korrekt, nga Ministria e Arsimit për të gjitha, jo Ministria e Arsimit. Për bibliotekat e shkollat të arsimit para-universitar në Republikën e Shqipërisë. Ky tekst që do të diskutojmë sot nuk është vetëm në kuadrin e një studimi shkencor, por është trajtuar edhe për një publik më të gjerë, ku një nga specifikat e tij është njëkohësisht dhe botimi në gjuhët angleze dhe italiane. Po kështu, historia e Apollonisë së Ilirisë është përfshirë në katalogun botror të librave shkencor, huazuar nga Libraria e Kongresit Amerikan Washington, bibliotekat e universiteteve të Harvardit, Chicagos dhe Illinoisit në SBA, apo biblioteka e shtetit të Bavarisë në Mëni. Për atë që përfaqëson Apollonia si përfaqësuese e denjë qytetërimit të historisë të vjetër, të Fierit dhe të Myzëqes ton, dhe për vlerat që bart ky libër, do të zhvillojmë këtë diskutim, të cilin do ta quajë diskutim shkencor. Por përpara se të lëmë fjalën arkeologët e studiuesve të fushës, do të prezantoj një profil shumë të shkurtër të autorit Bashkim Vrekaj. Karriera juaj profesor i dashur si arkeolog nis pranë përthamës arkeologjike Fier gjatë viteve 1982-2006, ku në periudhën 98-2005 keni qenë dhe drejtuesi apo përgjegjësi i saj. Ndërkohë që në vitet 2006-2015, profesor
Vrekaj do të drejtonte edhe Parkun Arkeologjik Kombëtar të Byllisit. Po kështu gjatë periudhës kohore 1992-1993, ai do të ishte pjesëtar i misionit arkeologjik shqiptaro-francez në koloni, ndërsa një vit më vonë në 1994 dhe deri në 2006 drejtori i palës shqiptare pranë këtij misioni. Gjatë kësaj kohe Bashkia Vrekaj është njëkohësisht autor i një sër studimesh ku dallojnë kryesisht ata për keramikën e Apollonisë. Mund përmendim artikuj Pjata helenistike me vernik të zi në Apolloni, kataloga aforash të tjetura në Apolloni dhe zbukurimi në keramikën helenistike të Apollonisë, votuar në revistën Iliria në vitet 98, 93, 94. Po kështu në periudhën 95-2024, ky autor do të votoi dhe ligjëroi një sër studimesh arkeologjike për Apollonin në revista të ndryshme dhe konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit përfshirë votimin prestigjioz të numrit parë të Atlasit Historik të Arkeologjisë të Apollonisë, në bashkëdrejtim me arkeologun francez Jean-Luc Lamollet në drejtimin e profesor Pierre Caban. Ndërkohë, përpara se t'i jap fjalën Admiri për referatin